Kjo është një grevë simbolike, mund të jetë 12 deri 24 orë, dhe me këtë ne japim të kuptoj qeverisë aktuale se me të vërtet ajo ignoron zërin ton, ne kërkojmë rishikimin e ligjit dhe ligji të ribëhet me zërin ton. Nëse ligji nuk do të bëhet me zërin ton, protestat tona do të jenë të vazhdueshme dhe jo vetëm brenda Shqipëri, po ne do të drejtohemi edhe institucioneve ndërkombëtare fizikisht për të kërkuar zgjidhjen e problemeve tona, për arsye se nuk kemi, jo vetëm nuk kemi asnjë besim te kjo qeverisje, por jemi të zhgënjur dhe shpresojmë që ta kuptojë çdo qytetar që kur flasim ne të burgosim politik që në Shqipëri po instalohet një diktaturë e re, e cila mohon fjalën e lirë, atëherë çdo qytetar i lirë do të ketë të qartë që mund të jetë i rrezikuar për punën, për lirinë dhe për fjalën e lirë.